Kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani është pritur me ëmbëlsirë sot në Turqan të Madh, ku ka vajtur për të përuruar rrugën kryesore që është rregulluar në këtë fshat. Ai tha se ky projekt ka qenë një domosdoshmëri për banorët e zonës, pasi për shumë vite ata janë përballur me vështirësi në qarkullim. Sot erdhëm të vizitojmë realizimin e punimeve në rrugën kryesore në fshatin Turqani i Madh, një rrugë e cila ka gjatësi prafërsisht diku 1 kilometër, nëse nuk gaboj. Është investim i cili priteshte gjatë prej banorëve, kjo rrugë me të vërtetë kishte nevojë për rikonstruim. Ja tash është tërësisht e rikonstruar dhe besoj që dukshëm do ta përmirësoj lëvizjen dhe cilësinë e jetës të fshatrave të cilët gravitojnë në këtë pjesë. Të kënaqur nga cilësia e realizimit të këtij projekti shprehen edhe banorët e Turqanit, të cilët thonë se këtë rrugë e kanë pritur për më shumë se 20 vite. Ne këtë vlerësojmë diçka që nuk e kena paramendu. Është bo diçka nuk kom fjalë se çka me thanë. Sa e keni prit këtë rrugë? E kena prit që 20 vjetë. Që 20 vjetë. Amo falemender kryetarit edhe ne ka bo këtë rrugë kështu, diçka jo vetëm bon edhe kalo, po e kam bo me këtë ato norma që duhet, edhe ne i faleminderojmë shumë. Limani paralemroi se edhe projektet të tjera infrastrukturore do të vazhdojnë të realizohen në këtë vend banim dhe jo vetëm, derisa kushtet atmosferike të mundsojnë një gjë të tillë.